E dini se kush është droga më e madhe? Nuk është ajo që bën publicitet në televizion, ose ajo që flasin për gazeta. Jo. Droga më e madhe është emigracioni. Emigrimi, sa më shumë emigrant ketë, dhe aq më shumë para ka në lëvizje. Nëse e mbani mend, gjithë disa afrikanë thoshin që unë duhet të kthehem në shtëpi. Nuk e di, keni para apo jo, në përlajme. Pse? Sepse ata në momentin që filluan që shpenzuan para, sepse secili prej tyre shpenzoi para që të vinte në Evropë, nëse u japin edhe para, por ka lëvizje të madhe. Ka lëvizje të madhe sepse nëse keni vënë re, nuk ka më tani radhë për organe. Keni vënë re apo jo? Për organe s'ka më radhë. Kush e di pse? Dhe tjetra është për sa i përket shitjes së asaj të pluhurit. Dhe janë pikërisht këta, pra ata me ngjyrë, njerëzit me ngjyrë që shesin më shumë. Por kush e vën në lëvizje këtë pluhurin? Drogën pra. E bëjnë pikërisht ata të emigracioni. Vireni re, shumë pak e bëjnë ata vendasit, por më shumë e bëjnë ata. Pra emigracioni dhe ata që janë pas kësaj gjëje, kanë një kontroll total të çdo gjëje. Kanë një kontroll qoftë edhe të emigracionit, por kanë edhe një kontroll edhe të asaj, të pluhurit. Sepse secili prej tyre ka një kontroll në çdo qytet, dhe çdo qytet të gjithë së bashku din parafërsisht se çfarë shifrash lëvizin. Dhe kur kanë ndonjëherë ndonjë thirrje nga sipër, që thonë, shiko, duhet i kontrolloni tani, duhet shikoni se si duhet të veproni, sepse po flitet shumë, atëre kapin 1, 2, 3. Dhe ç'është e vërteta, kapin vetëm ata që nuk u interesojnë, ose ata që kanë bërë dëme, ose që njohin të vërteta që nuk duhet të njihnin të vërteta. Unë mendoj, të paktën kështu thonë dhe ekspertët, dhe unë mendoj që kanë të drejtë ekspertët, megjithatë do dëshiroja juve çfarë mendimi keni, sepse le të themi që shqiptarët janë më shumë ekspertë në këtë fushë. Ju si thoni? Shiko, të mbani mend që nuk është pluhuri, por e përsëris edhe një herë, është numri. Numri sa më shumë njerëz të lëvizin dhe aq më shumë është numri i parave që lëvron në mbar botën. Në fakt, kohët e fundit, kryesisht territori evropian ka bërë një rritje të lëvizjes monetare, pothuaj rreth 13%. Të paktën kështu thuhet, unë mundohem që t'jem asnjanës, por le ta diskutojmë. Ju keni fakte të këtyre, ose më mirë keni informacione, pres komentet tuaja dhe kalofshi një pasdije të këndshme. Ju përqafoj të gjithëve. Pas një të vërtetë ka gjithmonë një, si thuhet, një